siç edhe ju thatë, nga shërbimi meteorologjik ushtarak, domethënë që jepet buletini meteorologjik ushtarak që vjen nga ndërmjet AKMC-s, jemi njoftuar se territori i qarkut ton, krahasuar edhe qarqet fqinje, domethënë që ndikojnë se lumet nga një anë i kanë burimet domethënë edhe në qarqet e tjera, do përfshihet nga rreshje të dendura shiu, kryesisht në zonat malore, por efektin do ta jap ke pjesa e ulësirës tonë perëndimore e fushave tona. Nga ana e struktura vendore bashkive, ata janë lajmëruar për këtë situatë. Njëkohësisht janë lajmëruar bordi, drejtoria renale e ujitjes së kullimit, është lajmëruar drejtoria e ujësjellësit, kanalizimeve për të marrë masat për furnizimin e rregullt të popullsisë me ujë të pishëm, është lajmëruar drejtoritë OSHE-s, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit për të marrë masat për rregullimin e lindjes, sepse këto rreshje do shoqërohen edhe me era të forta, të cilat rrjetet e amortizuar, siç ju e dini, do të na krijojë jo pak probleme në furnizimin e popullatës kryesisht, por kemi edhe hallin e infrastrukturës kritike, domethënë problemet e hidrovoreve, pavarësisht se shumica e tyre janë me 2 linja furnizimi direkt në stacionet, edhe një pjesë janë edhe me kabla në toksor, domethënë që nuk kanë, por prapë masat edhe gatishmëria duhet. Të gjithë rrjeti hidrovoreve, të 7 hidrovore që janë në qarkun ton, 5 në territorin e bashkisë Lezhë dhe 2 në territorin e bashkisë Kurbin, janë në gatishmëri të plotë dhe kanë punuar gjatë kësaj kohë që kemi pasur rreshje me intensitet më të vogël, kanë punuar sipas prurjeve që kanë pasur ujit në të ujërave në kanale. Pra janë në gatishmëri të plotë. Bazuar në raportimet e njësive vendore, të gjithë mjetet që kanë në dispozicion bashkia, domethënë mjetet e veta, i kanë në gatishmëri, të 3 bashkitë kanë raportuar që i kanë mjetet e punës në gatishmëri, megjithatë ne tani patëm një takim online me qeverinë, me AKMC-n, me zonën kryeministrin, edhe ku shprehen gatishmërinë edhe forcat armatosura dhe drejtoria e bujqësisë për të mbështetur me eskavator, po tjetë nevoja nga këto të drejtorive rajonale të ujitjes së kullimit, përveç se 8 copë që kemi drejtoria jonë rajonale, kemi edhe në dispozicion edhe eskavator të tjerë, nëse është e nevojshme, u shprehje, nëse është e nevojshme nga drejtoria, nga Ministria e Bujqësisë, do të jenë në dispozicion të qarshve problematike ku mund të jemi edhe ne. Pavarësisht kjo nuk ka vend për frikë ose ashtu, por është e nevojshme marrja e masave të domosdoshme. Kryesisht ne kemi kontaktuar me strukturat vendore për të lajmëruar edhe popullatën që mund të rrezikohet nga përmbytjet, që janë në afërsitë të shtratave të lumejve, për të marrë masat përkatëse, të cilat konsistojnë në qoftë puna edhe në evakuimin e popullsisë. Zonat rrezikuara që ne mund të hyjë pjesës së gjadrit, pak a shumë të fushës së Adrimës, janë pjesa të ulta që krijon probleme edhe ura e Zojzit, që ju jeni ndjeni, për shkak se ajo është një urë monument kulture dhe nuk mund të prishet, ndërsa të bëhet një tjetër e re, krijon problematika në përcjelljen e ujrave të lumit gjadër në lumin Drin. Po kështu kemi pjesët ku dikur kanë qenë shkenetat, mund të themi pjesa e paktu e Bërbollojës, mund të jetë problematike, mund të jetë problematike edhe pjesa e Tales atje që ka zonat e ulta dhe duke kaluar nga ana Fushkuqës, mëse nga pjesa tjetër që janë disa pika që janë në nivelin e detit, pavarësisht se kullimi i tyre bëhet me anë të mjeteve hidrovoreve. Kemi pjesën e Trovicës që ka problematika, pasi ju jeni dieni që është hidrovori që punon me kapacitet plot, por kemi një ulje të komplet të basenit të shtratit të fushës, pra një ulje nivelit kotës fushës, e cila sjell ngelen e një sasie ujit që nuk kapet nga hidrovorët. Dhe këto zona po mbahen në monitorim? Në monitorim të plot nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë, të bashkive përkatëse, normalisht, institucioni i prefektit është gatishmëri të plot, është non-stop, ne kemi quajtur edhe një numër kontakti që kemi për çdo rast, për çdo problem, ata duhet marrin dhe kërkojmë edhe nga strukturat vendore raportimet në kohë që të jemi të harmonizuar, të koordinuar për çdo veprim të mundshëm
në qoftë se përkeqësohet situata, pavarësisht shpresat i kemi që të kalojmë me sukses dhe pa problematika.